Mirëmbrëma të dashur shqiptar, kudo që ndodheni, si gjithmonë çdo natë, e di që prisni për lajme të mira, e di që kërkoni arrestimet sa më parë, keni 35 vjet, ja pra u erdhi dita që ju të shkoni arrestimet e këtyre. Unë po shoh një foto të dashur shqiptar, e ka nxjerr Top Channel-i, dhe filluan edhe gazetar dashur shqiptar që deri dje ishin satelitët e dy partive, tashi minutën e fundit e kthejnë, po thonë çfarë do bëhet, dhe po e shoh këtu që arrestohet ministri paralajmërim Dumani, nuk ik pa një goditje fatale. Të dashur shqiptar, unë kam thënë që në fillim, Dumani paguhet nga Amerika, nga taksat e Amerikës. Dumani ka erdhur shumë herë, ka vajt në Amerikë, ka vajt në Washington, është takuar me zyrtar të posaçëm. Nuk është nevoja vetëm në State Departament, në Ministrinë e Jashtme, po Dumani takohet me njerëzit kryesor në Amerikë. Dumanit i kanë thënë gjithmonë, duhet bëhet arrestat ata që kanë vjedhur, që kanë bërë krime, ata që kanë coptuar Shqipërinë, ata që kanë shitur naftën, ata që bën 97-ën, ata që bën piramidën, 21 janarin, ata që prishën fabrikat, s'ka një gjë pa bërë. Edhe gjakun ua kanë marrë shqiptarëve, ua kanë shitur. Të dashur shqiptar, ju e shihni vetë foton, shoh disa kyça, shoh shumë gazetar, shoh Spartakën Gjelën, avokatin, shoh një deputet të Lushnjës që gjithmonë na nxjerr domate, sallata në parlament. Kështu është bërë ky parlamenti i bolshevikëve, me sallata, sepse kështu është kur i emërojnë deputetët. Kështu është kur nuk ka deputet me shkollë, kur nuk ka deputet për familjeve të rregulla, po i marrën nga rruga dhe i bëjnë deputet dhe tash kohën e fundit fillojnë dhe flasën që Dumani nuk do iki pa arrestuar. Unë nuk kam thënë dashur shqiptar, pa marrësi se Dumani e ka deri në nëntor, po u kam thënë, dhe Dumani dëgjon, ai duhet të përfundoj arrestimet. Ka kaluar vijin e kuqe. Është paguar për atë punë, për të vepruar sipas dosjeve, për të dërguar urgjent, unë e di që ka dërguar shpeshherë fletët e arrestimit, pamarësisht se siç kam thënë më përpara, e kanë penguar disa kryesorët e prokurorëve. Pra, ata i dhanë urdhër, i hapnë dritë në jeshile, se përndryshe ata do arrestohen. Edhe do arrestohen, sepse i kanë bërë dëm këtij kombi, sepse kanë vjedhur shumë të dashur shqiptar. Unë ua kam thënë 35 vjet duke vjedhur e duke vrarë, duke forcuar armiqt tonë shekullor, duke sjellë ministra dhe kopolet e Evropës, ordinerët e Evropës që janë ministra, janë kryeministra, presidenti i Francës, rrugaqër, kanë hotele, kanë restoranta, kanë vila në tokën e shqiponjave. Kështu është dashur bashkëdhetar shqiptar, kur dilni në votime, gënjeheni me 50 lekë, gënjeheni me një kafe, vini në për demonstrat, vetëm për të pirë një kafe, kurse ku është realiteti që u presën ujit, u presën bukën, ua përzejnë fëmijët për të detit, ju nuk ngriheni. Po erdhi koha të dashur shqiptar, sepse të rinjt janë gati.
Unë e shoh për ditë në zyrë që më vinë me qindra, më vinë nga fshatrat më të larga të Shqipërisë, më vinë student, inxhinier, profesora, doktor, jurist, ushtarak, ushtarak, që i kanë përzen për Shqipërisë, kanë mbaruar shkollën e akademisë. I kanë përzen gjithë njerëzit që janë më intelektual të shqiptarëve. Të dashur shqiptar, Edi Rama ka kaluar vinë e kuqe. Edi Rama po bëhet dhe gazi i botës. Po bëhet dhe gazi i botës, tallet me amerikanët, tallet kudo. Të dashur shqiptar, unë e di që ju prisni pa durim. U erdhi koha e juaj. U erdhi koha që t'i shihni ata që u kanë marrë pasurit. Ata që u kanë thënë ish pronar, ju jeni pronar. Nuk ka demokraci në botë pa pronë, pa familje. Zoti e ka krijuar të dashur shqiptar, mashkull dhe femër, martesë, gëzim, të shtohet popullsia, sidomos toka e shqiponjave. Të dashur shqiptar, çfarë nuk u kanë bërë këta? Ju e pat dhe vetë. Këta kanë zgjedhur deputet, kanë emëruar sipas shefit tyre. Kanë emëruar kryeministra për 35 vjet, i kanë marrë nga rruga me sandalle, si Ilir Metën, të gjithë me radhë, si Majko Çobanin, e kanë marrë dhe e bën kryeministër. U bën milionjer, duke vjedhur, duke shpën para në përbot, në përbangat. Ne i dim ku janë të gjitha dashur shqiptar. Me këta ju keni jetuar 35 vjet me ignorantët që ka patur historia dhe toka e Shqipërisë. Me këta kanë hapur televizorët e tyre, bëjnë gallat në për televizorët e tyre me parat tuaja, tallen për çështjen e Shqipërisë, fillojnë dhe flasin, do bëj Shqipëria me kufi natyror, mjaft e kemi Tiranën. Do të thotë, mjaft kanë vjedhur, vetëm të mbajnë Tiranën. Këta që binë komente në për televizor, këta tallen si agron llaka me shok. Tallen për kombin, tallen për parat tuaja dashur shqiptar. Zgërdhin dhëmbët, sepse kur të bëhet qeveri e re, ne jemi bërë tamam qeveri teknike, po kur të ne të kalojmë shumë shpejt në zyrat qendrore, a herë do të shohin këta që janë tallur me kombi shqiptar, që tallen për televizor, që televizorët e tyre për 2 orë që bëjnë intervista nuk janë më tepër se 200-300 njerëz që i shëgojnë. Sepse ata kanë ulur autoritetin e shqiptarëve, të dashur shqiptar. Erion Veria, ish kryetari i bashkisë që ndodhet sot në Burg, ai ka dalë përsëri sot dhe ka denoncuar ato që ai ka fotografuar, ka incizuar, nëse ka mundësi, mund të shohim një foto tjetër që ka nxjerrë vetë ata dashur shqiptar. Dhe është live. Tashi në këtë moment është live. A i shikoni këto fytyra të dashur bashkëdhetar. A i shikoni presidentin tuaj, jo timi. A i shi kapter. A i shi kapter i marrë nga rrugët. E i bërë general, i emëruar general, president, qas ka vjedhur në Bregdet, u ka marrë pasurit e pronarëve real. A i, pa pik turpi, pa edukat, se po të kishte një shkollë, nuk e bente atë që a i hodhi poshtë kushtetutën e ti. Jo time. Kushtetuta e shqiptarëve do t'jetë kjo të dashur shqiptar.
Kushtetut e Amerikës. Atë kushtetut që e kanë bërë, e ka bërë për veten e tyre. Vjedhin, absolutisht asnjë s'ka qenë në përburgje. Rrajnë në për rrugët, asnjë s'ka qenë në burg. Para ca kohe, një djalë të ri që zuri polici, atë e hoqën nga puna, sepse ishte djali i një gjoja pasuniku, një mane. Pra të dashur shqiptar, u erdhi koha, i shini dhe vetë, kapter Barjami e hodhi poshtë kushtetutët. E shkeli me kemp, ai për këtë duhet dënohet shumë rënd. Ai duhet dënohet shumë rënd për foton që bashkangjiti kur ishte në Amerikë me presidentin e Amerikës, që s'ishte fare presidenti në atë dhomë që ata kanë bërë. Si shqiptari kapteri, ashtu dhe greku të njëjtën foto e kopjuan. Për të thënë popujt të tyre që ja, presidenti i Amerikës është me ne. Ashtu, Polla Matet ka 2 ditë. Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, që është me ditë, ashtu po ofendon Amerikën. O Edi, të themi e pa shkollë, që qenë dhe pedagog në artë, të themi e budalla, pa marrësi se ke jetuar në për urat e Francës, ke jetuar në për plazhe lakuriq, por ke kaluar vërtet vinë e kuqe. Ti beson akoma me bolshevikët. Ti beson akoma me strategjinë e spionazhit sërb dhe grek. O Edi, kalove jo vinë e kuqe, po ke kaluar e dylberin. Nga budallëqet që po bën, nga majmi që të ka zënë syt, nga floriri që ke vjedhur, nga dollarin e euron që e ke grumbulluar në për depo, por mendove se patriotët e Shqipërisë nuk u shëgojnë. Edi, ti e dënuar në Amerikë, ti e di fare mirë. Ti e di fare mirë që s'kalon dot oqeanin, pa marrësi se e kalon vete në Evropë. Po shqiptarët e di se kush janë deputetët e Bashkimit të Evropës. Janë minjorantët që ka patur historia botërore. Janë ministra minjorantët të shteteve të tjera. I shëgoj grekët, e muar një copë me 2 sy dhe e bën deputet dhe e quan deputeti grekëve në Parlamentin e Evropës. Belliu. Ja pra të dashur shqiptar, ku ka arritur Evropa me ignorantët. Ata, ignorantët të dashur shqiptar, kanë erdhur dhe kanë bërë vila, kanë bërë hotele në tokën e Shqipërisë. Pamarësisht se kanë në emra të ndryshme. Po s'mundet të bëjë njëri një hotel me 5 yje, me 5-6 kate, të punoj, jo 10 vjet, po 100 vjet të punoj në Evropë, nuk mund të bëj dot. Pra, hotelet, vilat, që ndodhen në tokën e Shqiponjave, janë nga ministrat jashtë tokës tonë. Janë nga ta ministra që kanë qenë armik të shekullit tonë. Janë nga ta ministra që në luftën e dytë botërore, me një teren lapsi Çuçilli me Stalin, ja dha Shqipërinë Sërbit. E coptovi Kosovën. Janë ata që i përzun qamrit nga toke e tyre, nga toke e tyre e stërgjyshve, e mira viteve, që nga toka e tyre në qamëri, deri në Vlorë, duke vrarë, duke hapur stomakun
e shqiptareve grave për të nxjerrë fëmijë. Ja pra kjo është historia, dashur shqiptar. Këtë kanë bërë 34 vjet me ju. Kanë sjellë drogat në Shqipëri për të eliminuar fëmijët tuaj, për të eliminuar vajzat, djemt, shpresën e kombit. Që ne kemi shpresën e kombit. Ne ata e kemi shpresën. I eliminuan. A i shigoni në për universitetet. Vetëm gjilpera që i bëjnë në për trupin e tyre. A i shigoni në për universitetet. Vajzat të reja, të rinj, duke pirë duhan. A i duhani është me drogat të dashur shqiptar. Për të eliminuar rinin, për të eliminuar komplet rinin shqiptare, për të shfarrosur, për të ndaluar femrat të kenë fëmijë, që kur ka droga, çdo gjë trupi i një femre shkatërohet. Duke pirë raki të dashur shqiptar. Sepse kanë hall, kanë një dhomë, motër e vëlla, baba i pa punë, sakat, merr $80 në muaj, kurse një rrugaq, një deputet, një ignorant, një palo spiun, merr me mira dollar. Këtu ka rritur gjendja dashur shqiptar. Për këtë jemi ne, për ta bërë Shqipërinë. Është me ditë. Ne jemi gati për të shkuar në zyrat e qeverisë teknike. Ky është qëllimi. Është qëllimi i qeverisë teknike, po a shpjegoj të dashur shqiptar edhe një herë. Për të bërë me president si në Amerikë, me kushtetutë amerikane, me 13 sekretar, do të thot 13 ministra. Për të bërë gjithë glopin, ku janë ambasadat, me të rinj, me intelektual, me femra, e me meshkuj, shqiptar, me nënë shqiptare, me babë shqiptar, jemi raca me zgjuar, e me bukur, që kur të dalën në për qytete, të dinë se flasën në gjuhën shqipe. U flasën në gjuhën franceze, ingleze, italiane, të gjithë gjuhët i dinë shqiptarë. E them pa frikë, shko merë një francez, edhe ai që është president, edhe ai se di gjuhën mirë për ishte. Ja pra ignorant janë, për këta në kanë i natë. Për këta kanë filluar dhe flasin. Asesh për të bërë qeveria me, këta do t'jenë me shekuj, jo dashur shqiptar. Ju, unë jam gati me ju duhet të bëni një shembull dashur shqiptar. Duhet bëni gjyqin popullor, që nga i fundit deri në krye. Duhet të bëni gjyqin, jo me gjyq, me këta gjyqtar. Me këta gjyqtar që po tallën shqiptarët për ndarje pasurie, e kanë shpend 30 vjet. E bin qëllimisht, të dy palët e avokatëve janë të njëjtit që kanë marrë diplomat e plepit, që i kanë marrë nga shofer, nga çoban, nga roe, e kanë bërë avokat. Keni 10.000 avokat të dashur shqiptar. Dikush thot, po të tërë që janë këta, të gjithë të dashur shqiptar, janë me diploma falso. Janë disa avokat që janë të vjetër, kanë qenë operativet e sigurimit të Ministrisë së Brendshme. E po si, mund të azgjedhë ai. Ai merr pension, sepse i jep partia e Salës dhe partia Edi. I jep pension, i jep ekstra para, që ata të tallën në përgjyqjet. Unë po i lajmëroj të gjithë gjyqtarët që janë në Tiranë. Ndaloni.
I jepni gjyqin e rregull se po shkatroni familjet. Po vjen në përgjyqje që të ndajnë shtëpit vjerri me vjerrë, vëllai me vëllan. Mbaroni gjyqjet sa më parë, mos u tallni me shqiptarët, se ju do jepni llogari shumë shpejt. Unë e them pa frikë, pa ndroje, pe ju fytyra që jeni bërë gjyqtar e prokuror, që po tallni shqiptarët, po i sorollotni, po shesën gjakun e trupit për të paguar një palo avokat. Për të marrë shtëpinë e tij, që e ka gjysë të gjyshi tokën e tij. Kurse ju, i jepni atij që ja ka dhënë me interes se ka votuar për ty, ja jepni letrat, kurse atij që është pronari me shekuj, e tallni. Ja merrni dhe parat. Dhe nuk i jepni letrat. Të dashur shqiptar, dofta ju duket e çuditshme, po çdo gjë është e gatshme. Çdo pronar, do me thënë që thonë këta ish pronarët e vërtet, do t'i keni dokumentat urgjent. Brenda ditës do t'u vinë dokumentat të pasurive tuaja dhe do mini demin që ka shfrytzuar komunizmi për 26 vjet. Do mini demin për 35 vjet. Do thoni, po kush të paguaj? Ja pra këta hajdut, këta qeveritar, këta ish presidenta, para të këtyre do t'u jepni ju shpërblim të tokave. Të gjithë të rinj do marrën apartamente gratis. Të dashur shqiptar, vetëm për Tiranën, llogaria që është bërë, dofta u duket e çuditshme, vetëm Tirana, me rreth që ka fshatrat afër, janë për 20 milion njerëz të strehohen. Janë bosh pallatet, janë bosh vilat. Për arsye se i kanë lënë që t'i shisnin, tallshin, bënin korrupsion. Do t'i keni ju, dashur shqiptar, pa dallim se në kë parti ka qenë familja jote. Pa dallim se qa punë ka bërë baba juaj dikur. Jo. Ne jemi me shpresën. Ne babës tënë, çado që të ketë qenë, do t'japëm një pension. Një pension të rregull, që dhe ai ta shohë cila është demokracia e vërtet. Që të thot me veten e tij, kam trokitur për Enver 46 vjet, kam trokitur për Salën 35 vjet e për Edi Ramën. Të marri pension që i takon, pavarësisht se është gënjur. Të marri pension, e nëse dy pleq nuk kanë për kraje, nuk kanë njeri, kanë pension, do kenë dhe një infirmiere që t'u bëj shërbim. Që të shohin një ditë të bardhë të vërtet, që të thonë kur ta zen komunizmi në gojë, kur ta zen Sali, Berishën në gojë, Edi Ramën në gojë, të thonë, o Zot, çfarë pas kemi bërë? Ti bjen vetes. Ti lenë fëmijët e tyre, se fëmijët e tyre janë lindur me shekullin 21. Nuk mendojnë si ata. Për këtë ka merë të dashur shqiptar, pavarësisht se zëret e liga nuk e bën dot Pilinç, po Pilinçi e bën. Pilinçi është stërgjyshi shqiptar. Pilinçi ka fuqinë, ua kam thënë 1000 herë, kam Chelsea në dorë, kam edhe Çekanin në dorë. Dhe nesër do kemi edhe litaret e atyre që kanë dëmtuar ju deri më sot. Do arrestojnë të gjithë të dashur shqiptar. Ish ministra, zvendës ministra, drejtor, kryetarët e bashkive. Paratë e tyre do jenë dhe ju, të sigurt, nuk kanë ku të venë. Ne nuk pyesëm as Hag. Nëse ju doni ta dëgjoni për George Soros, ja po a them hapur. Jo për George Soros që s'pyesëm ne.
por edhe për sollorapët e tyre, ne, brenda 24 ore, Gjoçorua është në atë mosh, është duke vdekur e mos ka vdekur brenda. Po djali i tij do api llogari do të sjell këtu, ke Skënderbeu. E t'i api llogari para jush çau ka vjedhur. Çfarë u ka marrë? Që thonë këta, Hidhet Saliu, unë thot, Soros i ka Edi Rama. Sorua ka ardhur, me në the dyshin. A pra, Sali, po të drejtojmë ty tani. Ajo pëdeja, nuk paske një njeri, dil provoje veten. Dil provoje veten. Për kryetar bashkie. Sa vota do marrësh. Po ke nxjerrë 3 veta që janë drejtorët, o manager si i quani ju, o shefa si i quani ju, të Soros e Sorolropës, që vinë këtu talën me tokën shqiptare. Edhe në Amerikë të vej, Aleksi, atje kemi edhe kyçine. Amerika është e imja. Jam unë në Amerikë. Kudo? Ua kam thënë 1000 herë, jam në Amerikë, jam në Evropë, jam në Shqipëri, jam kudo. Jam i betuar. Jam i betuar për punën që kam. Jam i betuar do t'jem deri në minutën e vdekjes shërbëtori i Amerikës dhe i Shqipërisë. Për të bërë ju atë që keni ndërruar, atë që su kanë lënë, pra të dashur shqiptar, eja një sa më parë, për këtë arsye dalë vonë këtu, sepse nuk mundet t'i përzej dot. Dhe i fundit që ishte nga fshati i mbretit Zok. I goditur aksident, erdhi me paterica për të takuar fëmijët e tij me shkollë, inxhinier, ekonomist në Gjermani. Fëmijët e tij. Po pse ti në Evropë fëmijët e tij, inxhinieri tjetë këtu. Tjetë këtu në tokën e Shqipërisë. Si ai janë me mira e miliona të dashur shqiptar, që fëmijët u kanë ikur, janë profesorë, janë inxhinier, janë doktora, janë ekonomist. Kjo pra të dashur shqiptar, për këtë jemi, për këtë u i ftojmë të rinë të vinë sa më parë. Sot pata dhe një djalë shumë i zgjuar, intelektual, unë ka patur me qindra, intelektual të mbaruar shkollën në Shqipëri Akademin, 3 vjetë. Të dalë në Francë, të mësuar për policinë reale, 1 vit e ca. Të mbaruar universitetin ushtarak në Kanada. Vjen në Shqipëri dhe të jetë roje në për hotelet e në për rrugët e këtyre alfabeteve që i kanë hotelet. E pra, njëri min intelektual, njëri i ri që do kombin e Shqipërisë, që vajti në Kanada dhe u kthe përsëri, pa punë, sepse është shumë intelektual, ushtarak, specialist, e do Shqipërinë. Vjen për Shqipërinë dhe nuk gjen punë, e sorollasin, do t'japëm sot, do t'japëm nesër, dhe vete të rrirohet ashtë në për hotelet e këtyre pyzevengve, e këtyre hajdutve. Prap jam i duruar me këta të dashur shqiptar. Por, shqiptar do të nxjerrëm në fund të natës. Do të paguajnë aty që Skënderbeu. Janë me mira e me mira që kanë ikur e po vinë. Kjo po më pengon që në mëngjes, me 6 tu atje këtu, më vjezor, ishte i vjetër të i thoshe, ikë se jam në televizor. Jo, e prita. A flem 2-3 ora jo. Jemi gati për të shkuar të dashur shqiptar. Po me qenë se doni disa të arestohen, janë gati për të arestuar, të gjithë do arestohen, pa marësisht se thonë gojat e liga. Profesorin e ka sjellë Edi Rama.
Atë dashur shqiptar. Edi Rama për mua është, nuk e them dot, ai s'është kurkush. Për mua është i pavlefshëm. Ai ishte i pavlefshëm për shtëpinë e tij. Kur vdiqi ati, ai zvajti në varrim. Po të dashur shqiptar, po a them hapur, sot, dhe këtë minutë që po flas, kryeministër e kini Sali Berishën. Këta janë Edi Rama, Sorollat të Kotë. Të dyja partit janë bashkë një trup, por aman e përfunduar me turp. Po s'kam turpat. Ata as skuqen, as verdhen, as nxjihen, ata janë plirat e plirave. Ejani shqiptar. Ejani sa më parë të regjistroheni. Të regjistroheni për ushtarak, të regjistroheni për policinë, të regjistroheni për FBI, të regjistroheni për ambasador jashtë Shqipërisë, të regjistroheni për kryetar bashkie për Tiranën, për gjithë qytetet. Unë nuk kam thënë dhe u po them përsëri sot, çdo qytet, shpresa e kombit i ka gati kryetarët e bashkive të rinj që do vinë, intelektual, të rinj, s'janë më tepër se 50 vjeç. Janë të rinj, janë intelektual, që e duan kombin, e duan Shqipërinë. Pra, po u them edhe këtyre që përpiqen për Tiranën, nuk ka zgjedhje të dashur shqiptar. Ka vetëm arrestime, ka vetëm tërheqje militar, ka vetëm konfiskime dhe t'u hipen shqiptarëve. Pra shqiptar, ju do të dëgjoni sot, nesër, edhe këta, si që thonë, Velia i dha testamentet e fundit për Edi Ramën. Do habitin edhe ju, çfarë ka thënë? Kanë vrasje të dashur shqiptar. Kanë vrasje. Lere që kanë vjedhi. Janë këtu. Kanë vrasje grupe. Kjo ishte qëllimi që kapter Barjami e firmose me një përzgjedhje. A, more kapter, po kush të pyet ty, more kapter? Kush të pyet ty? As pyetet as njëri nga ju. Ju jeni në vdekjen e fundit. Unë them të fundit fare, se po largohem, ju them i gjyqtarëve të 11, gjyqtarëve të Kushtetutës, unë jo të gjithëve, një 3-4 veta që jeni të Kushtetutës, kanë qenë managerët e Soros, e George Soros. Dhe janë prapë, bashkëpunojnë. Ljereni popullin rahat, ljereni shqiptarët, ljereni spakun të arrestoj. Ju nuk jeni mbrojtësja e Kushtetutës, se po t'ishit ju mbrojtja e Kushtetutës, ju do t'i thoshit kapterit me telefon, ore kapter, ti e komandanti jon i Kushtetutës, çfarë bën? Po vjen mirë dhe ju doni që të bëhet rëmuj në Tiranë. Jo, nuk bëhet. Është në kontroll çdo gjë dashur shqiptar. Përpiqen për zjarr, po jo. Iku ajo kohë që u vran 5.000 veta në 97. Iku ajo kohë. Unë them prokurorëve, mja llamatitët në për televizor, ish prokuror dhe prokuror që dilnin në televizor dhe flisnin qa do bëhe, kush dhe arrestojt, ju e s'dini asgjë fare. Unë i kam edhe me emër. Unë them gjyqtarëve kudo që janë, nëse ju doni të jeni përsëri, tini të mos arrestoni, kam fjallën, nëse kini gjyqje nesër pas nesër këto ditë, i beni gjyqjet dhe rregull, mos kini frikë. Sepse ju deri më sot jeni tallur me shqiptarët. Ju deri më sot e kanë marrë tokën, shtëpinë, njerëz që s'kan qenë atë, ja keni dhënë lejë. Kurse pronarit real e keni tallur. Pra, të dashur shqiptarë, unë po e përfundoj, unë ju them
një natë të mirë, të rini të qetë, çdo njeri do arrestohet, të dashur shqiptar, po u them, mbas meje live do t'jetë ministri i jashtëm. Ai ishte një familje intelektuale, do të dëgjoni vetë, është një që ka vojtur, është nga familje patriote, si që kam thënë gjithmonë, po e zedhe njëherë, që në Lezhë e deri në kufi afër Beogradit, e toke shqiptarëve janë patriotë e Shqipërisë, ai djali i ri ka vajtur në Itali, me sakrificat e tia, ka fjetur në për trenet si flenë tërë shqiptarët edhe sot, me zotësinë e tij ka kompaninë më të mirë, ai do t'u thotë vetë, ai do t'jetë ministri i jashtëm, ai do t'jetë që do ketë çdo ambasador, do të saktoj që t'jetë bir shqiptari intelektual. Mbas meje, ai do t'jetë live, do të dëgjoni vetë. Natën e mirë të dashur shqiptar, miru pafshim nesër, inshallah, kur thonë, të mos kem aq shumë njerëz nesër, që kam dëshirë gjithmonë të jem jashtë, pavarësisht se prisnin 700 veta, por do mundohem të jem sa më parë në orarin e caktuar në orën 6. Natë e mirë, rrof Shqipëria me këto dy flamur kuqezi me shqiponjën krenare, që është e mërzitur nga hajdutët, dhe flamuri amerikan që do valvoj në çdo cep të tokës të bekuar, të tokës të Skënderbeut, të tokës të shqiponjave, të tokës me kufi natyror, Malizi, Maqedoni, Aleksandrit tona, Kosovë dhe toka e qamërisë është gati. Zgjohuni qamër. Nja, u ka zënë gjumi. Nja, u ka zënë. Në për kafenet flisni, jeni qamër, por nuk jeni fare qamër, se s'kam parë një nga qamërët të vijë, të kërkoj të drejtën e vetë. Natë e mirë të dashur shqiptarë.